E dini ç'duhet bëni nëse doni të jeni të krishterë, duhet vini tek Krishti. Nëse njerëzit e kohës së Noeut do donin të shpëtoheshin, ata do të kishin hyrë në derën e asaj arke dhe duke hedhur këtë hap besimi, ata do të kishin thënë Noeut, e besojmë atë që ti the. Mund të kemi ndonjë ndyshim për disa gjëra në veçantë, por e besojmë se ajo që ti ke predikuar është e vërtetë. Sikur të kishin besuar dhe të kishin hyrë në atë ark, do të ishin shpëtuar. Dhe sot është e njëjta gjë me ne, apo jo? Ne dëgjojmë Ungjillin që thotë se po ta vëmë besimin tek Jezusi Krishti, do të kemi falje për mëkatet. Ne nuk do të kalojmë asnjë moment në ferr, por do të jemi në qiell me Perëndin në përjetësi. Ju mund ta besoni këtë në kokën tuaj, madje mund ta jepni mesazhin më mirë se sa unë, por vetëm kur të ecni përmes derës së besimit dhe të bëni atë që Perëndia ju kërkoi, vetëm kur ta bëni këtë, ju mund të jeni pjesë e planit të shpëtimit të Perëndisë. Dhe nëse ai duhet të vi para se kjo ditë të mbarojë dhe të marrë në shtëpi ata që kanë besuar në të, ju do të liheshit pas. Kështu më lejoni t'ju kërkoj që ta merrni këtë pamje nga Testamenti i Vjetër dhe ta transportoni në jetën tuaj dhe të thoni: Jezus Krishti është arka ime.